Falënderimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe selamat I dërgojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe mëshira e Zotit Xhella Wala qoftë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqerë besnik, edhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, jeni edhe më tej tek cikli I hutbeve si të sillesh me Allahun Azza wa Jall. Dhe kjo është hutbeja e dytë, si duhesh të sillesh me Allahun Azza wa Jall kur pendohesh te Zoti Xhella Wala. Në hutben e kaluar kemi mbetur tek meselja apo pika e radhës e kësaj teme apo kësaj hutbe, kategoritë e njerëzve të cilët pendohen te Allahu Azza wa Jall. Kemi thonë që kategoria e parë është e përgjithshme, është normale që shumë njerëz pendohen për shkak një mëkati të madh që e kanë bërë. Qoftë pirjen e alkoolit, bigjozit, prostitucionit, kamatës edhe gjërave të tjera. Shumica e njerëzve janë të vetëdijshëm, po flas muslimanët që ndin keqardhje edhe pendohen te Allahu Azza wa Jall. Pastaj kategoria e dytë është më e veçantë se e para, kemi thonë për njerëz të cilët pendohen te Allahu Azza wa Jall pse nuk I kanë falë sunetet. Unë e di që falja e suneteve nuk është obligim. Unë e di që Allahu nuk merr në llogari dhe në pyetje nëse e lën sunetin. Mirë, po problemi është se falja e suneteve e spari është respekt ndaj sunetit pejgamberit të Allahut. E dyta është mbulesë, është mburoj për gabimet që I ke bërë gjatë farzit, se nëse ki lënë noksan në për farze, kush ta mbulon farzin, ta mbulon falja e suneteve nesër për Allahu, ku të dilesh, Allah I thot, këshirën e robi jem, a ka falë në I sunet që t'ja plotësoj mangësit në lënjen e farzeve. Andaj, kategoria e veçantë është pra e dyta, njerëzit të cilët I bin pishman, pendohen që nuk I kanë falë sunetet. Dhe kjo në Ramazan më shumë, se falja namazën Ramazan është më sevap se jashtë Ramazanit. Unë e di që keni obligime, e di që koha mes iftarit edhe mes taravive nuk është shumë e bollshme, mjaftueshme që me një gati gjërave. Mirë, po shumë prej neve hajnë iftar shpejt e pastaj hajnë një kafe blic, ku gjen puna me fal akshamin, e fal liver fazën se s'kemi vakt për sunet. Apo thomi që hajë se sunet pilose nuk është obligim. Realisht e ke hup një mundësi të madhe, me fitu se vape shumë Ramazan, edhe e dyta e ke provu veten që farzën e akshamit nëse ke bën ndonjë lëshim dhe gabim, me pas prapateja një mburoj. Ajo mburoj është suneti I akshamit. Për atë arsye, Allahu I ka dallu këta njerëz se janë njerëz të veçantë. Mirë, po është një kategori më e lartë. Është një kategori më e madhe se sa kjo kategori. E ajo kategori është elita e Allahut Azza wa Jall. Pra kategoria e tetë është elita e Zotit që vështirë është me qenë njëri I tillë dikush. Kapi njerëzve që janë të tillë, inshallah Allah do ne harmoni si ata. Cila është kjo kategori të ndëruar xhamat, është kapi njerëzve që kanë me bë tobe, pse ku mbohet gjëra të cilat nuk kanë qenë ndalume, po problemi është se ku mund të bëhet diçka tjetër. Çka I bën kjo maship? I bën maship që nuk u dash donate me dalë pikë kafa Ramazan. Okej, mina 2 dal. Mirë, po jo është donat. Pse gozha është haram, ja, s'është haram. E pse? Për shkak se koha është shumë e çmuar. Tregi është shumë I çmimi I nal. E ki kaluar një orë kafe, ki mujt me nejtë të shtëpia, as gjuna s'kishe parë, as kishe ndihë tha filani, tha alani, as nuk ishe stresu vetën, të shtëpia kishe nejtë, me grua tu, me fëmija, qatë I shpejt. Kur gjohë mos bafsh, në shtëpi kishe nejtë. Edhe kjo është se vapë. Me nejtë me babën, me nonën, me evladin, me grujen. Na për këtë kemi vakt. Veç për babë, për nonë, për gru, fëmijë kemi vaktish. E kjo është elita e njerëzve zgjedhur. Këta fitojnë se vapë me dur në xhep ato popullit. Pra, s'po dal një punë me bërë që nuk është haram, është normale me dalë, po s'po dal me hup ose koha shumë e çmuar Ramazan. S'pe proj, çdo gjë ka një kufi. E në këtë kategori njerëzve ka thonë lemaja, këta njerëz janë të mëshëm edhe me dur në xhepa fitojnë xhenetin. Çish me dur në xhepa, edhe po të hajnë bukë bojnë sevap. Edhe po të flejnë bojnë sevap. Pse kështu? Për shkak se sa që punë në sofor, a di çka vot? Unë s'kisha hongër bukë, do thotë çështu, po ha bukë që që më I fushishëm njerëzit punoj. Unë s'kisha flet natën 5-6 orë, 7 orë, po njerëzit ku më shon 8 ora, më I fushishëm me bë punën që duhet. Andaj çdo herë që ham bukë,
pin ujë, edhe që flen, krejt pun i bon me njetë. E pastaj njetin, ja bon ati që edhe bukun që e ka shtim barë, e ka kënash vetën me bu se vo. Edhe gjumin që ka flej si kinç, edhe ati ka se vo. Dhe kjo ten elita zjedhur Allahu ta zogjel, që për ta Zoti Gjellewala tha, hum darajatun inda Allah. Këta njerëz kanë pozitat e veçanta të Allahu azogel. Çka janë këto pozita? Këto pozita i lakmojnë pejgamber të Allahu, i lakmojnë njerëz të sinqert, njerëz të devotshëm, dorëdhënësit, i lakmojnë edhe dëshmorët. Këto pozita që Allahu ka përgatitur për ta njerëz që edhe bukën kur e hajnë me njerë, edhe kur pinë me njerë, edhe kur dalin me njerë, edhe kur flejnë me njerë të mirë. Edhe dyta nuk e teprojnë me gjërat të lejume, se thojnë ma mirë për shësoj kuhën, edhe pëse është halal me pikafa, po ma mirë kur i të shpia. Nëse zbofsha kur gjuhë, as të spi nuk ngrej, as të zoj Kur'an, as nuk ngojnë vajzë, bol fitoj se vap me këshirë fityrën e nonës. Bol fitoj se vap me nejtë karshi babës, edhe karshi nonës, se me lejë këtë normalisht, shkujnë se vapa që shuru dhanë Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu, prej çështjeve që i kanë seku le moja në këtë çështje është çish ta di unë që Allahu Azza wa Jall ma ka pranuar tauba dhe pendimin. Përgjigjja është shumë e thjeshtë. Allahu Azza wa Jall ka thënë innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allahu Azza wa Jall më të vërtet pranon pendimin, pranon punët e mira vetëm nga njerëzit e sinqertë. Pra automatikisht kur ti që nduhet lart edhe pendohesh, ti vetë e din pa ta bon Allah i kabull as ta bon. Pse? Për shkak se kjo punë edhe ndjehet, po edhe dihet. Qysh ndjehet? Njeri shlirohet. Pi nesër dyqysh bëhet më i mirë, më i harreshëm, nevojat ka paksu, është më i sjellshëm, e ka liru pak dorën, po jep se të ka më shumë, so si kalumën. E shenja e dytë ka thonë lemaja është një gjë e tillë, pra edhe ndjehet për shkak se momenti kur i ka shku ki dur, e ka pas për një me këtë meselë. Edhe ka këmgull, edhe ka thonë Allah më falë, se e di që ti më bon kabull toben edhe më pranon pendimin. Gjithashtu, për shenjën e ka thonë në moja, është se muslimani kur të pendohet kur nuk merr garant që Allah i së dënon. Na ka njëherë ka shku menja me thonë, o Allah më falë, edhe mu e qojnë kryet, dalim i kërë larë para njerëzve, unë ku ju më pendu pëllum, ku më kajtë seshde, e ku më thonë Allah me më falë, unë e tash mos kom gjinohe, unë e më majmi se ti, që e pro mu fala, ja shpak shumë. Allahu Azza wa Jall kër i ka përshkujt, njerëz të devotshëm ka thonë, inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Na, kur i në konën në tek antarët e familjes, ju kena tu dënimi i Zotit. Kena marrë garancë, se njeri në shpinë e vetë janë njësë këshyr njerëz, pasaj del ma gatë. Ky po falet, unë s'po falja. Ky po falet natën, ai s'po falet. Do thotë janë nisë me kalkulua, thotë, unë e më mirë se keni gjinarë. Nëse që ti ja falë Zoti mu, ma falë për para kine. Ja s'ka kështu kalkulime në mu. Andaj nuk guxon kur me marrë garancë. Do thotë se kime shpëtu për i dënimit të Allahu Azza wa Jall. Aliu radhiyallahu anhu thotë, pasha Zotin e madh thotë, me bu me ditë që i lumi Allah ma ka bo kabull, vetëm një punë të mirë, kisha pas qef sot me vdek. Edhe fundit është qish me boni asi pendimi që me ditë që me këtë pendim Allah i më ka shkryt kalumën edhe Allah mi ka pranut mirët dhe mi pranut mirët. Ka një njeri të pejgamberi a.s. njeri ma halë me dhe, tha ja Rasulullah, tha urno, tha unë e kum hinë islam, ama problemi është s'po disha me bu me të kalumën të jene. Tha, a i për një me muslimana jo? Tha, po valla, këmë rosha, dhe jo më gjengje shka thoj e feja me bu. Tha, regu. Tha, nuk e di që islami i fshin gjunohat e kalume kejta? Tha, jo se di. E tha, qka ki bu, para se me rosha atë, para se më të musliman, Allah e ka pas kalume. Ky njeri prap nuk u kënash, tha, ja Rasulullah, a ko hala ma shumë këtë fejt dishka? Tha, shumë do ma hala ma shumë. Apo thomë që i ta falë kalume, zoti si ku është musliman? Thot, edhe një ma shumë për ta jap që kjo është ai kajmaki i fesë tonë. Thot, qka? Kejtë edhe gjinohet që i ki bu, para se me thonë, Allah më falë. Allah për sotit jo musliman. Allah për sotit falëna. Allah për sotit minoj. Ato të këshirë që i ki bu të kalumën, Allahu Azza wa Jall i shëndron në të mira. Qështë ta boj pendimin kualitativ, edhe pendimin që Allahi ma bon ka bu. Ushti parë të drua gjëmat është el azmu ala alla jaude fi dhëmë. Me jaboni besatin vetës edhe Zotit që, o Allah, premtoj që kur mu nuk i kthena gjunojnë kalu. E dyta, me ndike që ardhje për gjunojnë që i ki bu.
O Allah, shumë po vjen keq, marra po vjen me thon fal. Shumë e kum gabu. S'kum lojnë gjuna po o Zot. Me lidi pak keqardhje. Mu skush pak fytyra. Edhe treta ka thënë më nëse ka bëjnë me njerëzit me i kërku halallëk. Mirë po, kjo halallëk është dy forma. Nëse ta merr meja që mi kërku falë filanit, ta fal edhe nuk merr masa, shko thuj në fal bebuse, kenë rrethona, dyqysh pa ta ka gjykime për t'i fola keq, fal. Nëse ta marr meja që keqsohet situata, mos shko hiç. Çka më bë? Çoj dur thuj Allah fale, sa që ko fol keq për ato, shkuja se va. Edhe njerëzit me gjithë ku ki fol keq për ato, me shku me ndru muhabeti, këso politik jo. Po me ndru muhabetin për filanin. Me thonë që kisha ka bu, ku pas para gjykime, shejtani pak nefsi, nuk ish bërë kur i keq, edhe shtu me ranë. Qështu me u pendu, që shi bindu që Allah i ta falë kalumen, që shi bindu që Allah i të shku se vapen, edhe nëse bon kështu, Allah u gëzohet me pendimin tonë. Që shka thonë pejgamberi sallallahu Allah u gëzohet ma shumë për pendimin e robit, se sa robi për pendimin e vetë. Andaj, Zotit nuk i kushton kur shumën edhe nuk. As ka nevojë na mu pendu, po ne jemi ata që kemi nevojë me thonë, o Allah falë. O Allah ma pranon pendimin, edhe pendohuni, edhe të kërni falje të Allah për veten e juaj, për familjen dhe barë muslimanët, nga se jemi në muajin e faljes, muajin e mëshirës dhe muajin e pranimit të pendimit. O Allah pranoj faljet tona, pranoj istighfaret tona, pranoj pendimet tona, ya Rabbul Alamin, nga se ne kemi të meta, kemi gjinoha, por falja jote është më e madhe, andaj na fal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum fima qultu wa ma sami'tum. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.